Në kuadër të ditës së drurit, nxënësit e shkollës Wilson, së bashku me arsimtarët e tyre, këtë ditë vendosën ta shfrytëzojnë për protest kundër kontaminuesit më të madh të mjedisit në Tetov, fabrikës Jugokrom. Si dhe të gjithë ndotësve të tjerë industrial dhe shtëpiak, që drejt për drejt dëmtojnë cilësinë e jetës. Në këtë mënyrë, duke u nisur me biçikleta nga shkolla Wilson deri në Jugokrom, nxënësit e shkollës Wilson do të protestojnë kundër ndotjes së ajrit në Tetov. Qëllimi i këtij marshi sot deri te Jugokromi është që një ditë si që njihet si lloj feste, ne mendonim që këtë lloj feste ta kthejmë në një mundësi që njerëzit të shohin se me anë të një organizimi kështu me biçikleta, si një lloj proteste e vogël kundër ndotjes së ajrit. Domethënë ne menduam që me nxënësit tonë të Wilsonit të udhëtojmë deri në Jugokrom si një lloj proteste paqësore me nxënësit. Nxënësit e kësaj shkolle theksojnë se në kuadër të kësaj dite, ata do të protestojnë me të vetmin qëllim për të luftuar për një ambient më të pastër. Qëllimi i organizimit për sot është që ne të influencojmë të rinjt, siç jemi ne, që të luftojmë për një ambient sa më të mirë dhe sa më të pastër. Domethënë qëllimi i kësaj vizite deri në Jugokrom është që t'i motivojmë të gjithë të rinjt dhe t'u japim një mesazh udhëheqësve të fabrikës për se t'i vetëdijsojmë me një fjalë për dëmin që ja bëjnë të rinjve. Dhe pikërisht me biçikleta gjithashtu t'u japim një mesazh vozitësve të veturave dhe çdo mjeti të transportit se më shumë duhet ta përdorin biçikletën si mjet. Sot ne si nxënës të shkollës Wilson kemi dashur që bëjmë një rutë të shkojmë deri te fabrika e Jugokromit, e cila është ndotja e cila ndotën ajrin më shumë nga gjitha gjërat tjera, është një 30% i ndotjes së ajrit ton. Ne nuk do ta mbyllim Jugokromin, as do ta rregullojmë ambientin ton, por u tregojmë se është shembull se mund dalim me biçikleta që të isim nëpër qytetin ton. Ndotja e ajrit në Tetov paraqitet alarmante. Mbrëm gjatë natës janë matur 800 mikrogram PM10, grimca në ajër që është për 16 herë më shumë se vlera e lejuar. Por masat e paralajmëruara si transporti publik në qytet dhe dislokimi i deponisë kanë mbetur vetëm në letër. Mësojmë si qeveria në mbledhje të ardhshme pritet të vendosë për fatin e Jugokromit, ndërsa nga Ministria e Mjedisit bëjnë të ditur se qëndrimi i tyre është pro mbylljes së tij për shkak të mos respektimit të kushteve. Mirëpo çështja e Jugokromit vazhdon të jetë pika për të cilën partnerët e koalicionit qeverisës, VMRO DPMNE e BDI, mbajnë qëndrime të kundërta. Se argumentet e cilës palë do të mbisundojnë, mbetet të shihet.